Zot president, sot keni ardhur në prag të sfidës me Vagon me trajnerin sapo emëruar nga ana juaj dhe sapo arritur një marrëveshje. Përshëndetje. Faleminderit gjithëve për prezencën. Po, sot është një sfidë shumë e vështirë. Këto janë ndeshjet më të vështira që luajnë to përballjet direkte le të themi, pavarësisht diferencës pikëve. Prezantojmë dhe ose më saktë rikthejmë në shtëpinë e vet Fation Tafajin. Që do të sjellë gjithë bagazhin e vet, eksperiencën e vet. Ka hyrë në historinë e këtij klubit dhe rikthehet me bindjen dhe shpresën që të bëjë histori tani më jo si zëvendës, po si trajner i parë. Zgjedhja ka qenë e drejtorit teknik, Renato Arapi, patjetër bashkë me ne. E falenderojmë që pranoi këtë sfidë, e dim momentin e vështirë që kemi, por mendoj dhe besoj që jemi në rrugën e dur për të shkuar drejt objektivit, që është qëndrimi në kategorinë e parë, edhe vitin tjetër synojmë tabelën minimalisht 6-ën e parë, pse jo dhe ngjitjen Super League. Tafaj, pranove që të vije te Kuksi në një moment delikat dhe decisiv për ekipin merindor, por vetë pozitën ku ndodhet aktualisht në renditje, me kaq ndeshje, 6 humbje radhësi, një barazim në mes duke ndalë flamutarën, por gjithsesi si vlerësoni ju këtë sipërmarrje? Fillimisht dua të falenderoj stafin, drejtorin teknik, presidentën, që ma dha mundësinë për të rikthyer në Kukës. Këtë herë edhe një herë tjetër po e përsëris fjalën e presidentit që kthehem si trajner i parë. Për mua është një sfidë të rikthehem këtu. Momenti është paksa delikat, sepse renditja tregon që do kemi një kampionat vështirë, paktën deri në javët e fundit, dhe na duhet që të bëjmë gjithçka për gjithçka për të anashkaluar të paktën pjesën e play-outit. Sukses. Faleminderit. Zoti president, nisja këtij sezoni në kategorinë e parë, pra zbritja nga kategoria superiore për këtë sezon, ishte, po themi, një hap fatal për Kuksin, por gjithsesi ai objektivi vendosur në fillim për të rikthyer në Super League tashmë, siç duket, rap diku në fazën e dytë të sezonit, për shkak të rezultateve, për shkak të historisë negative, ndrimit të stafit teknik her pas here. Çfarë nuk po shkon tek Kuksi? Jo, objektivi nuk ka qenë kurrë për të ringjitur Super League direkt, kjo është informacion i gabum. Objektivi ka qenë fillimisht të mbajmë të qytet gjallë me futboll, përderisa të gjithë e lanë në baltë. Objektivi ka qenë që të kryejmë bosht, të kryejmë skuadër, në ato ditët e para, 8-9 ditë para kampionatit ishte shumë e vështirë që të kryejë skuadër, gjej staf teknik, momenti se si u bë kalimi. Edhe ishte sa për të marrë pjesë në kampionat në ato 5 muajt e para. Nga 5 muajsh i parë kemi marrë, le të themi, maksimumin. Në krye të 5 muajve kemi marrë pikët, kemi transferuar 2 lojtarë, kemi transferuar dhe 1 trajner. Që ky është qëllimi dhe objektivi i klubit. Nga janari kemi kryer bazat, kemi një skuadër sot në përbërje që nuk është për pozicionin që është. Edhe besoj një javë të vazhdim do të tregoj fusha. Edhe qëllimi është qëndrimi në kategori, siç e thash dhe më përpara. Të promovojmë talentet e ri, të krijojmë boshtin bazën e skuadrës, të krijojmë stafin, administrat, se siç duhet funksionojë klub futbolli. Është i gatshëm presidenti për të pas gjithë këta në shërbim të klubit? Ne po punojmë në këtë drejtim, është sakrificë e madhe,
logjikisht, me gjithë pjesën e futbollistëve, me organizimit, me gjitha. I kemi hyrë kësaj pune do ta çojmë deri në fund. Me do zoti dhe me mbështetjen e kryetarit të bashkisë, pse jo. Do i futemi dhe i fushate për sa i përket sponsorizimit, model që nuk është pa në Shqipëri. Kemi shpresa të mëdha për ligjin e sponsorizimit. Në fund ditës ne bëjmë futboll, dim bëjmë futboll dhe kjo është puna që dim bëjmë. Projektet afatshkurtra nuk janë në personin tim. Mendoj që diçka që krijohet shpejt, shuhet shpejt. Do kohë, do durim, edhe do mbështetje nga sidomos nga qyteti dhe nga tifozëria. Jo se nuk ka qenë, por duhet të jetë akoma më e madhe. Kjo që sapo thatë është një sinjal që do të qëndroni me Kuksin dhe për Kuksin për një projekt afatgjatë që për te 2 sezone do të them të ardhshëm. Patjetër. Klubi është 100% privat, është i joni. Vetëm në rast se del një biznesmen shumë i fuqishëm që ka pasion të merret me këtë punë, mund ta bisedoj. Pjesa tjetër nuk diskutohet. E pat në fillim të këtij sezoni për të harmonizuar ekipin me Kuksin, për Kuksin, me tifozët, me qytetin, e vendosët në Kukës, më pas një rikthim në Tiranë. Si keni menduar që të krijoni këtë urën e lidhse? Po shikoj që të ekipi të rinë Kukës në radh parë duhen bazat dhe kampet servitore. Problemi shndron që ne këtu në Kukës kemi vetëm një fushë servitje dhe ajo nuk është në standardet e duhura. Aty servitet akademia kishin për plasje oraresh. Edhe pjesa Tiranës është edhe për të afruar lojtar më të cilësorë, siç kanë ardhur nga ekipet tjera dhe vendodhen e kanë Tiranë. Qëllimi im dhe mendimi im, këtë e kam pasi biseduar dhe më përpara me ish presidentin, që klubi duhet i përkasë qytetit dhe duhet jetë tu. Po, sidoqoftë janë disa gjëra që shkojnë jashtë mundësive tona, jo vetëm në aspektin ekonomik, po edhe burokratik. Sepse normalisht për qytetin ka instanca që merren, duhet të jenë vend domethënë në dispozicion terrenet, pastaj kërkojnë investitorët, krijohet një standard, krijohet një akademi moderne, edhe unë jam partizan i ekipit që duhet të qëndrojnë Kukës. Për momentin është e vështirë, por sidoqoftë, tash shumë gjëra mund ndryshojnë shpejt me vullnetin e pushtetit vendor, që është pjesa më e rëndësishme. Në fund ditës pushteti vendor duhet punojë dhe të shërbejë qytetit. Klub Futboll Kuksi është i qytetit Kuksit. Trajnerët, drejtorët, presidentët shkojnë e vinë. Historia është e qytetit. Shumë mirë. Shumë mirë, nuk ka marrëdhëniet janë perfekte, është atë çështje mundësish ndonjëherë. Sigurisht që për të patur një ndërlidhshmëri brenda ekipit, duhet edhe po themi ekipet bazë, njësi njëshi ekipet ndihmëse, ka menduar presidenca që të ketë më tepër prurje dhe angazhime por të bërë gati vetë një pjesë të sa të importoj lojtarë. Po shiko, unë në futbollin e mendoj që, sidomos klubet e futbollit, mendoj që kanë arritur sukses kur shkojnë vetë financim. Në Shqipëri është shumë e vështirë, duke qenë se Shqipëria është një nga mos themi vetëm vend rajon që s'ka ligj sporti. Kjo është dramë, nuk është për të qesh, por është për të qarë. Që të krijosh një akademi të mirëfillt me struktura të mirëfillta, duhen financat sigurta dhe duhen baza. Duhen terrene, duhen hotele, është e vështirë. Do vullnet pushtetit vendor dhe politik në fund ditës. Sepse jo çdo kush mund vi dhe të investojë për një qytet, edhe nesër pas nesër nuk i ngelet asgjë. Që të arrijmë të pyetja, që të bësh këtë që thua ti, duhen investime shumë të mëdha. Edhe jo çdo gjë është në dorën tonë. Po patjetër që logjika, bile shpar po e flitshim që dhe ëndra është që ekipi të bazohet këtu. Synojmë shumë tregun e Kosovës. Janë mbi gati 230 fëmijë që shërbiten në Kukës. Unë jam i lindur rritur në Tiranë dhe sidoqoftë gjaku më thriti këtu. Më shpesh jam në Kukës, kështu që s'ka pse rinia të hiki
të jetojnë në Tiranë ose diku jashtë shtetit, ndërkohë që ti jep një ëndër. Po kjo thash, kjo nuk varet nga ne. Të jemi kështu i drejt për drejt. Jo pak me reagimet tash, pra klubi edhe qendrime ka patur ndaj gjykimit të ndeshjeve. Jo, klubi asnjëherë. Klubi nuk ka asnjë deklaratë për reagimet e ashpra, që ju po thoni. Tensionet në fushë ndodhin, lojtarët janë në tension të sipër, ndonjëherë të trajnerët. Mendimi im mbi gjykimin është me neve 95% rasteve kanë qenë korrekt. Gjyqtarët gabojnë siç gabojnë futbollistët, siç gabojmë ne. Nuk ka si tendencë kundrejt klubit Kukësit. Matematika është e thjeshtë, po të kishte një tendencë nuk do kishin investuar miliona euro në këtë super implant. Edhe nuk kam asnjë gjë që mund të shtoj për këtë pjesë. Marrëdhëniet janë korrekte. Në Kukës luhet futboll. Mikpritja është për të gjithë njësoj. Arbitrat kanë punë vet. Ne duhet t'i ndihmojmë më shumë se sa t'i cënojmë. Pjesa tjetër, pastaj kjo është futbolli, është lojë gabimesh, ka bëjnë gjithë. Me të tretë, siç e thuat ju, një fushat për sa i përket sponsorizimeve, si është bashkëpunimi me biznesmenët e Kukësit dhe apo synohet të përfaqësh biznesmenët e Kukësit që tashmë janë me emër dhe kanë kompani që vlejnë, por të qenë potencial në këtë sponsorizim. Po shiko, kur u bë hapja e kampionatit në qyn ndeshjen e parë ku drejt Erzenit, jo është ftesë gjithë biznesmenëve kukësian, që të jenë pranishëm, që të afrohen afër futbollit. Ne jemi të hapur, edhe normalisht qëllimi është një dhe i vetëm, të shkojmë sipër, të bëjmë histori, të ngrohet qyteti, të mbushet stadiumi. Që të arrijmë deri këtu, duhet të kalojmë në një fushat tjetër, model më ndryshe, që t'i bëjmë më të përfshirë qoftë edhe legalisht në klub, siç funksionojnë klubet tjera. Pastaj pjesa tjetër është në dorë tyre, po jo, asnjë biznesmen nuk ka trokit qoftë edhe për t'u interesuar. Zero. Është vështirë të afrosh lojtar me kushtet që kemi, po themi, sa fshirë kanë lojtarët që të nënshkruajnë një marrëveshje. Po shikoj, vështirë është të ofrosh lojtar si te Kuksi, si te Egnati, që është ekipi kampion, si te Partizani. Lojtarët logjikisht shkojnë shumë te pjesa ekonomike. Neve kemi kryer model tjetër, që kemi përbërë lojtarët kombëtarëve të moshave, edhe jo, unë mendoj që në kategorinë e parë, lojtarët që kanë shumë cilësi dhe talent, klubi i parë që do zgjidhin për të firmosur është Kuksi. Sot. Po, lojtarët me peshë, me shumë kërkesa ekonomike është vështirë për momentin. Nuk e gjykoj të arsyeshme që të paguhen, të mirë paguhen, qoftë edhe dalja në Super League pa i plan konkret, e shoh i plan emocional, jo strategjik. Suksese, Fation. Faleminderit. Mendoj që për këtë vit, për këtë sezon është zgjedhja më e mirë që mund të bëjë klubi, falë sa njëri që ta mundë punës që kanë bërë me Fationin, kur ishte Kuksi në lavdim më të madh vetë dhe bashkë me Fationin dhe një staf profesional kemi marrë medaljet e artë. Fation sa do ta mojë shmenin të medalje e artë tek larg qoftë që ti që e nxorë kampion bashkë me shumë shok, mund të jesh ndoshta i pafajshëm në atë pjesën që mund zbresë një kategori më poshtë dhe do të jetë fatale për Kuksin. Them drejtën, nuk dua ta mendoj fare këtë pjesë, sepse po t'i hym me frikë kësaj pjese atëherë për çka ka marrë për trajner këtu, për drejtu Kuksin. Aktualisht renditja që kemi nuk është e mirë. Këtë e dinë gjithë, e tregon dhe tabela. Çështja është që janë edhe 24 pikë në lojë, në mos gaboj unë. Dhe do mundohemi që të bëjmë maksimumin për të marrë sa të kemi mundësi, qoftë edhe ndoshta edhe për ta shmangur, unë e përsërit edhe më përpara që ndoshta ne mund ta shmangim edhe play-outin. Kështu që ky është qëllimi kryesor. Pastaj
rruga nuk dihet se çana pret. Pyetja e parë më bë edhe për pjesën e trajneri që ka qenë ka pas 6 humbje, nuk e di mirë statistikat se si janë. Ke kjo pjesë, me aq sa e kam ndjek dhe Kuksin, ndoshta ka qenë edhe pak pjesa e fatit që e ka penalizuar ekipin. Ndoshta unë shpresoj që të kemi pak edhe atë fatin, që ndoshta kur të vinë minuta e 90, mos ta psojmë golin. Ekipi, me sa e kam parë, ka goxha cilësi, prodhon futboll, luan mirë futboll, dhe mendojmë që duhet t'i japim një shtysë pak më të madhe lojtarëve, nga ana psikologjike që të arrijnë deri në fund ta kthejnë 3 pikshin në anën vet. Ky është mendimi im për momentin. Pastaj se çana pret e ardhmja, këtë nuk e di asnjëherë. Sigurisht që po ta mendoj atë që thu ti, unë nuk do vija, nuk do e merja përsipër. T'jem i qartë kjo pjesë, por shpresojmë që të bëjmë një punë të mirë. Unë besoj që ti do t'jesh shpëtimtari dhe bashkë gjithë stafin, sepse duhet. Nga një dorë ta shtym Kuksin drejt shpëtimit, sepse sigurisht nuk është momenti mirë. Ku jemi? Nëse mund ta kthej përgjigje? Poshtë. Nuk është mirë, nuk është e bukur, por në të gjitha kategoritë luajnë futboll. Si çara Kuksi i lavdishëm i stafetit që Gjerasin ta rifalenderoj. Kam një konsiderat shumë madhe për ato që ka dhënë ti qyteti edhe këtij klubi. Futboll po luhet në kategoritë të parë, tifozët prapë vijnë në kategoritë të parë, asgjë s'është e pamundur, edhe vazhdon. Kuksi nuk bjen nga kategoria. Që ta kesh qartë ti dhe shumë tjerë. Sepse i ka cilësitë për mos rënë nga kategoria. Edhe pjesa tjetër do durim dhe mbështetje nga të gjithë. Jemi shumë të qetë në këtë drejtim. Mendoj që me 3-4 lojtarë më me eksperiencë, qoftë dhe vitin tjetër mund tentohet një ngjitje graduale. Kemi luajtësit barabartë me ekipet e elitës që investojnë mbi 2 milionë euro në sezon dhe zoti e di për çfarë investojnë. Kështu që çdo gjë është e qartë dhe shumë e qetë. Edhe diçka tjetër, më që është 95 vjetori, ju ka rënë fati që t'jeni në krye Po. të klubit, të bëjë një vlerësim të shkurtër të gjithë historikut dhe të gjithë brezave që kontribuan të Kuks. Po sinqerisht njohja ime me futbollin e Kuksit, paçka se jam kuksian, lind nga epoka Gjici. Sigurisht në kategoritë të parë, Geci me sa më mend. Edhe tutje, kam punu me këtë klub, kam bashkëpunu shumë, siç ti e di. Është klubi i parë shqiptar që ngreti standardet e kualifikimeve në garat europiane. Siç fare ne mirë dim që skuadrat europiane kalonin 1-2 ture dhe u eliminonin. Ky është klubi i parë shqiptar që hapi rrugën, u tregoi të gjithëve se si mund të bëhet biznes, si mund të ecet përpara, si mund të prodhohet në aspektin financiar, duke këmbgul me futboll, me sakrificë, me ndjenjë të fanellës që shkoi deri në turë të 4. Mbas Kuksit pastaj tentoi Skënderbeu dhe pjesa tjetër është histori. Kjo është pjesa më e rëndësishme që unë mbaj mend nga Kuksi, jo shumë trofet ose kampionatet, patjetër ato janë aty, qëndrojnë te zyra. Po kjo është për mendimin tim pika më kulminante që ka pas klubi në historinë e vet. Të tentosh, të guxosh me forca të vogla në krahasim me klubet europiane, të lushi barabartë dhe të shkosh të kualifikohesh dhe të bësh historinë. Edhe të japësh derën futbollit shqiptar dhe të gjithë presidentëve shqiptar nga i pari te i fundit, se si kjo industri mund të kthehet në biznes. Mbas stafetit, e bën të tjerët edhe dikush më pak, dikush më shumë përfitoi nga guximi dhe këmbgulja e ish presidentit.